Në ambientet e Këshillit të Qarkut Korç është zhvilluar finalja e kampionatit të dominos, një aktivitet tashmë tradicional që organizohet nga Fondacioni Misioni Emanuel dhe mbështetet prej disa vitesh nga Këshilli i Qarkut Korç. Risia e këtij edicioni ishte pjesëmarrja e grave, duke e bërë aktivitetin më gjithëpërfshirës dhe më motivues për brezin e tretë. To janë shumë të mira për ne. Arktohemi, behemi, do me thënë i bëjmë tërë punë, do me thënë nuk mërzitemi, në nxjerrim mërzitjen. Për moshën tonë, për argëtim, shlodhjen, për mendjen, për gjitha. Për ne janë shumë të rëndësishme, sidomos për moshën tonë. Dhe është kënaqësi që vim këtu, heqim streset, do me thënë kalojmë një ditë shumë të bukur. Është kënaqësi që marrim pjesë, falenderojmë Bashkinë i Qarkut që organizon aktivitete të tilla, sepse ne kalojmë streset, kalojmë në mënyrë të kulturuar, paradite në mosha e tretë dhe është deri i madh për ne që marrim pjesë në këto aktivitete. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petri Katolkuçi, theksoi rëndësinë e aktiviteteve që japin jetë komunitetit dhe sjellin në vëmendje nevojat e të moshuarve. Është një aktivitet shumë i mirë dhe shumë interesant dhe e bën këtë pjesë të dedikuar ndaj kësaj loje, themi, dhe jo vetëm. Por gjithashtu tregon edhe kujdesin ndaj kësaj shtrese pa diskutim që është gjithmonë në vëmendjen e Këshillit të Qarkut. Ky kampionat ka për qëllim të nxjisë argëtimin, njohjen dhe shoqërizimin mes të moshuarve, duke i mbajtur ata aktiv dhe duke i larguar nga rutina e përditshme.